Përshëndetje të nderuar dhe mirë se erdhët. Jemi këtu me zonjën Mimoza Faqi për sa i përket një historie e cila juve ndoshta do t'ju duket edhe zbavitse. Ajo do të flas për një koncept e cila është edhe shkencë. E mori guximin që të botroj në gjuhën shqipe librin e Napoleon Hill Mposhtja e djallit. Zonja Mimoza, cili ishte ideja që të merrnin një material të shkruar në vitet 1930 dhe ta sillnin në gjuhën shqipe për individët të cilët mund të aplikojnë dhe t'ju ndihmojnë në ditët e sotme. Almir, së pari dua të flas për Napoleon Hill dhe kush është ai. Napoleon Hill është autor i filozofisë së suksesit, i cili gjithë karrierën e tij e filloi me librin Mendo dhe pasurohu. Ky është ai libër, Think and Grow Rich, që është një nga librat i cili mund të thuhet se është edhe thelbi dhe gurthemeli i shumë milionerëve dhe miliarderëve anë mbar botës, të cilët suksesin e tyre ja dedikojnë Napoleon Hillit. Një nga ata njerëz që gjithashtu i është mirënjohës Napoleon Hillit jam edhe unë, sepse libri Mendo dhe pasurohu ka qenë ai libër që mua më ka bërë të besoj se duke menduar mund edhe të pasurohesh, sepse në libër nuk thot puno shumë dhe pasurohu, nuk thot se duhet të bësh punë shumë të vështira që të pasurohesh, por thot mendo dhe pasurohu. Dhe këtu dua të ju tregoj njerëzve për diçka e cila është një pikë ku shumë gabojnë, shumë njerëz gabojnë. Dhe ajo është se edhe pse thot Napoleon Hill mendo dhe pasurohu, këtu ka një përbërës, i cili ndoshta edhe i ngatron shumë njerëz, duke menduar se vetëm duke qëndruar në shtëpi dhe duke menduar ato do të pasurohen. Por i gjithë koncepti nuk është në atë pikë. Nëse e lexoni librin, atëherë do ta kuptoni. Se kur ti fillon dhe mendon për pasurimin, Almir dua të pyes diçka. A mendon për pasurimin? Gjithë kohës. Okej, si janë rezultatet? Rezultatet janë të pranueshme. Të pranueshme, okej. Okay. Sepse kur kemi të bëjmë me fjalën mendim dhe mendo, është diçka shumë specifike dhe shumë njerëz këtu gabojnë. Se nëse ne mendojmë për pasurinë, atëherë sigurisht do ta kemi pasurinë, sepse është ajo frekuencë e mendimit që duhet ne ta lëshojmë 24/7 që do të na sjellë neve pasurimin. Dhe tek libri Mendo dhe pasurohu, Napoleon Hill paraqiti vetëm disa elemente, të cilat me të vërtetë nëse i bashkon, arrin tek suksesi dhe pasurimi. Sepse nëse ne mendojmë për pasuri, mendimet tona do ta detyrojnë trupin ton fizik që të punojë, të lëviz dhe të arrijë deri tek rezultati dhe të arrijë deri tek qëllimi. Dhe unë vendosa që përderisa libri Mendo dhe pasurohu ka qenë i përkthyer në gjuhën shqipe dhe ndoshta mund ta gjeni diku. Unë saktësisht nuk e di se ku mund ta gjeni, por unë e di se vetë ne kam lexuar këtë libër në gjuhën shqipe. Dhe që nga atëherë çdo gjë në jetën time ka ndryshuar dhe tani kur e pash se është botuar libri Mposhtja e djallit nga Napoleon Hill, ishte diçka fenomenale. Domethënë Mposhtja e djallit është libri Think and Grow Rich, Mendo dhe pasurohu, por e viteve të tanishme. Sepse neve tani na duhet dhe kemi nevojë për këtë libër. Këtë doja edhe t'ju pyes, si janë gjërat e aplikueshme sot? Kur Andrew Carnegie në vitet 1930 ai ia dha këtë material, këto informacione Napoleon Hillit ishin të aplikueshme për atë kohë. Si arrin që të aplikohet i njëjti informacion edhe në kohrat e sotshme? Po, libri Mposhtja e djallit nuk u botua për 70 vite rresht. Edhe pse është shkruar në vitin 1930, kjo është mbajtur i mbyllur në kasafortën e Napoleon Hillit.
Dhe ashtu si që e përshkruan këtu djallin apo mendimin negativ, sepse në librin Poshtja e djallit, Napoleon Hill, në një farë mënyre, djallin e simbolizon me të keqen, e simbolizon me mendimet negative. Dhe që të na bind neve se sa janë destruktive mendimet negative, ai e titulloi këtë libër Poshtja e djallit. Këtu djallin, në këtë intervistë ku e bën Napoleon Hilli me djallin, gjoja djallin, tani secili nga ne mund që të mendojnë në mënyra të ndryshme dhe të simbolizojmë mendimin negativ në mënyra të ndryshme, por më mirë se fjala djall, besoj se mund të përshkruhet rëndësia destruktive e mendimeve negative. Dhe Andrew Carnegie, si që e dim, në vitin 1908 ja dha misionin Napoleon Hill që të zbuloj këtë filozofinë e suksesit. Dhe gjatë këtyre 25 viteve që Napoleon Hill e studioi jetën e njerëzve shumë të pasur në atë kohë në Amerikë, ai zbuloi se kishte diçka që e pengonte edhe Napoleon Hillin në këtë rrugë drejt suksesit. Më thonë, janë ato dështime që na ndodhin në jetën tonë, të cilat dështime na bëjnë neve të dorëzohemi. Sepse jo gjithmonë, çdo mendim ose çdo ide që e kemi, neve do të na realizohet në sukses. Dhe kur ne investojmë në diçka dhe shohim se çdo gjë ka qenë e gabuar, nuk e kemi menduar si duhet dhe dështojmë, atëherë këto janë pikat ku shumica e njerëzve dështojnë. Dhe këtu është vendi ku mendimi negativ ose djalli e merr rolin e vet. Dhe unë them se pyetja ishte si kjo do të aplikohet në kohë e tanishme, përderisa ky libër është shkruar para 70 viteve. Unë them se më shumë se tani, asnjëherë nuk kemi patur nevojë që të lexojmë një libër të këtij lloji, ku në një mënyrë shumë sistematike ne do të kuptojmë se çfarë janë mendimet negative. Dhe ku e dërgojnë jetën tonë mendimet negative. Dhe se çfarë na udhëheq neve në këto kohra të krizave në të cilat jetojmë tani. Sipas disa gjërave, në atë kohë ka qenë një zhvillim ndryshe. Qëllimi ka qenë që t'i fuqizojnë njerëzit të ndërtojnë urat, të ndërtojnë infrastrukturë, të ndërtojnë ndërtesa të mëdha, ndërsa sipas kësaj tani kohrat janë ndryshe. Këta gjëra, realizimi këtyre gjërave është më të lehtë, por ndryshimi i një personi dhe fuqizimi për arritje më të mëdha të një personi janë më të rënda për të realizuar. Ku është qëllimi i kësaj? Do të thonë, si mund të na ndihmoj tani në realizimin apo fuqizimin e këtyre gjërave ky libër? Tani, Almir, me sa vërehet, kohërave të fundit, njerëzit sikur e kanë humbur busullën e jetës. Dhe sikur i ka kapluar të gjithë kjo energji negative. Dhe shumica e njerëzve në kohërat e sotit kanë humbur edhe shpresat. Shumë njerëz përfundojnë shkollat dhe nuk gjejnë punësimin e duhur, nuk e gjejnë profesionin ku të punojnë. Dhe shumica e njerëzve tani largohen nga vendi jonë, si nga Kosova, nga Maqedonia, nga Shqipëria, largohen që të kërkojnë një jetë ekonomike më të mirë në shtetet e jashtme. Kur të gjithë mundësitë ne i kemi këtu. Përderisa kemi lindur në këtë vend, atëherë ne duhet këtu të punojmë dhe këtu të përparojmë. Mirë po, çfarë ndodh? Në fillim të këtij libri, Napoleon Hill, kur bën intervistën e tij me djallin, djalli i thotë, po, unë do të jap intervistën ty, mirë po, ti duhet të më drejtohesh mua me madhëria juaj. Dhe Napoleon Hill atëherë qesh thotë, si? Unë do të drejtohem ty me fjalën madhëria juaj? Thotë, po, sepse thotë unë kontrolloj 98% të mendjeve të njerëzve. Do me thonë, kjo është rënqefse, kur ne të ballafaqohemi me një gjë të tillë, kur e shikojmë se 98% e njerëzve
janë të preokupuar pjesën më të madhe të kohës me mendime negative. Këtu nuk kemi të bëjmë me djallin, si që ne të gjithë e imagjinojmë në për imagjinatën tonë, mirë po këtu është ai djallë që jeton në mendjen tonë. Është ai mendim negativ që ka preokupuar pjesën më të madhe të trurit tonë dhe të mendjes tonë. Na falni nëse i shpejtojmë gjërat pak këtu, kjo mund të zgjatë edhe për gjithmonë, por zonja Mimoza ka një faqe ku ju mund ta ndiqni dhe ku ju mund të regjistroheni për të pranuar informacione dhe gjëra më të detajshme edhe rreth librit dhe të gjithë programeve që ajo i ofron. Faqja është www.mimozafaci.com. Mirë, çfarë më tepër mund të gjejmë në këtë libër? Çfarë mund të na ndihmojë? Diçka më të detajshme se çfarë mund të gjejmë në këtë libër? Çfarë mund të na thonë? Po, në këtë libër, unë kur së pari herë mora dhe ta lexoj këtë libër, ishte një libër të cilin nuk mund ta lëshosh nga dora. Do thënë në momentin që ti fillon ta lexosh, don ta lexosh të tërin, sepse janë në atë mënyrë të radhitura informacionet që të mbajnë dhe të bën për vete. Sepse secili nga ne i ka të njëjtat probleme gjatë jetës. Dhe këto probleme dhe këto sfida të cilat na paraqiten gjithmonë gjatë jetës sonë, këtu i shpreh Napoleon Hill ratazi. Së pari tregon se cilat janë pengesat dhe pastaj tregon se cilat janë zgjidhjet dhe si ne mund të shpëtojmë nga gracka, nga kurthet jetësore që na i sjell djalli. Këtu gjithashtu tregon se jo vetëm për personat që nuk kanë ekonominë e dur në jetë, dhe tregon se si për shembull varfëria është një nga mjetet e djallit, sepse nëse djalli arrin që ta mbajë një person në varfëri, ai arrin që ta kontrollojë gjithmonë mendimin e tij, sepse personi kur nuk ka pasuri, atëherë është momenti kur nuk ka ndjesi të mira, ka mungesa të ndryshme në jetë dhe në atë moment edhe paraqiten mendimet negative. Një nga mjetet tjera që përdor djalli është edhe sëmundja, është frika nga humbja e njerëzve që ne i duam, është gjithashtu pleqëria, një nga mjetet që përdor djalli, është dashuria, edhe dashurinë në mënyrë shumë interesante e shfaq Napoleon Hill në këtë pjesë, e paraqetet e dashurinë si një nga grackat dhe kurthet që të fut djalli, edhe në momentet kur ti ke filluar dhe e ke marrë rrugën tënde drejt suksesit, atëherë ai paraqet kraska të ndryshme, duke i dërguar një mashkulli të suksesshëm, një femër e cila ndoshta do ta gënjejë në një mënyrë që ai të shkatroj familjen e tij, të shkatroj jetën e tij dhe përsëri të jetë në duart e djallit. Në kapjen e këtij mendimi i cili do ta shkatrojë jetën e tij. Unë shoh një nëntitull këtu, sekreti për liri dhe sukses. Nëse në faqen tjetër arrita të lexoj këtë, ju do të zbuloni nëse djalli ishte djalli intervistuar, ishte real apo imagjinar, por më tepër ai është ai djall që ju personalisht keni të bëni. Do të thonë, djallin të cilin ju personalisht e keni krijuar nga përvoja dhe jeta. Gjithashtu edhe kjo më ra në sy, do të thonë frika është një mjet nga djalli i krijuar nga vetë njeriu. Është, me sa duket, një libër shumë interesant. Për të gjithë ju që e dini që ky libër është publikuar apo do të publikohet, dhe për të gjithë ju që e dini që zonja Mimoza tani punon në botimin shqip të këtij libri, ky libër do të botohet së shpejti dhe do të botohet me një sasi të kufizuar, pra për të gjithë ju që mendoni ta keni apo jeni të gatshëm që ta bleni për të lexuar, zonja Mimoza ju ka ofruar edhe një mundësi që ju ta porositni para kohë, realisht ta rezervoni këtë libër dhe porositjen e këtij librit mund ta bëni nga faqja mposhtja e djallit.imvispower.com. Gjithashtu do ta gjeni edhe të shënuar në titrat këtu tek kjo video. Pra, zonja Mimoza, nëse keni edhe diçka për të shtuar rreth këtij libri apo diçka që
do doni t'ju rekomandoni të tjerëve që të veprojnë apo që mendoni se ky libër do t'ju ofrojë atyre që të realizojnë diçka më ndryshe në jetën e tyre? Po, Albert. Është një person që njoh dhe është drejtor banke, ai këtë libër e ka lexuar 100 herë. Më thonë, është një libër që nuk mjafton të lexohet vetëm një herë. Në këtë libër gjithmonë kur do ta lexosh do të mësosh diçka tjetër. Gjithmonë sepse ne rritemi gjithmonë dhe nuk jemi në të njëjtin vend jetësor. Neve e kemi të kufizuar mendimin tonë, e kemi të kufizuar mënyrën se si ne e shikojmë botën. Edhe pse mendojmë se e shikojmë botën, por ne ka pika të jetës sonë kur ne nuk shohim asgjë. Kur jemi të fokusuar vetëm në diçka që mund të jetë shumë negative. Këtu nga ky libër ne do të kuptojmë shumë mirë se kush është shkaku kryesor i dështimit tonë. Kush është shkaku kryesor i jetës sonë në varfëri, në sëmundje dhe në mizori të llojeve të ndryshme. Sepse mjet kryesor i djallit është që të mbajë botën dhe të mbajë njerëzit vetëm në anën negative. Vetëm në anën negative të botës. Dhe këtu në këtë libër gjithashtu edhe shfaqet në mënyrë të përpikt se çfarë do të thotë e mira dhe çfarë është e keqja, cila është ajo rrugë e cila të dërgon nga Zoti dhe gjithashtu shfaq edhe qëllimin, nëse një person ka qëllim, ai i ka shpëtuar grackës djallit dhe kështu me radhë. Është një libër që gjenerata do ta lexojnë dhe gjithmonë kur do ta lexojnë do të mësojnë diçka. Nuk ka rëndësi se është botuar në vitin 1930, sepse informacionet që përmban ky libër janë të shënuara për këtë kohë kur ne jetojmë. Dhe është e vërtetë se djalli gjatë intervistës Napoleon Hillit i thotë se ti nuk do të mundish ta botosh këtë libër në atë kohë. Sepse ka disa informacione të cilat mund të ishin në atë kohë kontradiktore sa i përket shkollave dhe kishës, sepse këtu flet kundër mënyrës dhe sistemit të shkollimit dhe kundër mënyrës dhe sistemit të kishave. Se çfarë ata na mësojnë neve dhe si ata i kufizojnë mendimet tona. Me thënë, ne kur i kemi mendimet e kufizuara, atëherë shumë gjëra të cilat na ofrohen nuk i shohim. Dhe në këtë mënyrë, pra si që shfaqet edhe këtu, sekretet e lirisë. Dhe çfarë është liria? Liria është kur ne e kemi të lirë mendjen tonë nga posedimet dhe barrën që ne mund ta mbartim gjatë jetës sonë. Si edhe suksesit. Dhe suksesi gjithashtu mund të shfaqet në mënyra të ndryshme, mund të jetë termi sukses, mund të përcaktohet në mënyra të ndryshme për secilin nga ju që dëgjoni. Qoftë sukses ai i lirisë financiare, qoftë sukses ai i jetës së harmonizuar dhe të balansuar në familjen tuaj, qoftë sukses ai në profesionin tuaj, sepse çdo person është i përcaktuar për diçka. Dhe secili nga ne jemi të përcaktuar për diçka. Por që ta gjejmë atë se për çfarë jemi të përcaktuar, është mirë që të lexohen librat e Napoleon Hillit. Dhe një nga ata është ky libër i cili është fenomenal. Unë kam lexuar disa libra dhe me të vërtetë janë fenomenal. Sonja Mimoza, ju falenderit edhe juve që ishit me ne dhe uroj të shihemi në sukses. Okej, të falenderoj Almir dhe shpresoj se ky libër do të ndikojë tek personat që të arrijnë lirinë e tyre financiare, suksesin, lumturinë dhe harmoninë në jetën e tyre. Shihemi në sukses.